Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk ka nevojë ta dëgjojnë nga unë. Juldeta nxjerr zbuluar Beskallakun. Aktori i njohur Juldeta ka reaguar së fundmi në rrjetet sociale duke ndarë një mesazh të ndjerë për kolegun e tij, aktorin Beskallaku, pas deklaratave emocionale që ky i fundit ka bërë për jetën, familjen dhe vlerat që udhëheqin sot. Në një postim të shkurtër ka ndarë në story në Instagram, Juldeta thekson se fjalët e tij janë për ata që nuk e njohin vërtet Besin, pasi sipas tij ata që e kanë njohur nga afër nuk kanë nevojë për shpjegime. Për te i punës, karrierës dhe publikut, Beskallaku është një nga djemtë me zemrën më të bardhë që kam njohur në jetë. Nëse ka mundësi të bëj për ty diçka të vogël, ai bën maksimumin, shkruan Juli krahas videos së podcastit të Grida Dumës, ku ishte i ftuar Besi. Mesazhi mbyllet me një fjali të thjeshtë, por shumë domethënëse. Bes për qafime. Ky reagim vjen në një moment ku aktori Beskallaku po komentohet gjerësisht për anën e tij më të ndjeshme dhe reflektuese, duke treguar se pas humorit që ka shoqëruar me vite me radhë, fshihet një njeri me vlera të forta njerëzore dhe familjare. Kujtojmë se Besi është ndarë nga Xhensila, me të cilën ka 2 fëmijë.